Parlamenti Evropian ka miratuar çdo vit një rezolutë që shqyrton me njëtësi pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Parlamenti ka shprehur gjithashtu edhe shqetësimet e tij. Cilat kanë qenë ato dhe kujt duhet i adresohen? Ka pasur një grup shqetësimesh. E para lidhet me reformën zgjedhore, e dyta lidhet me korrupsionin, e treta drejtat e njeriut dhe diskriminimin, e katra lidhet me migracionin, lidhet e pesta shqetësim që kishin ato lidhet me reformën në administratën publike. Kujt i adresohen? Qeverisë shqiptare, kujt i adresohen? Politikës shqiptare, kujt i adresohen? Qytetarëve shqiptarë. Reforma zgjedhore duhet të adresohet sipas rekomandimeve të USB Odirit. Kjo që një nga vërtetët kryesore, nuk ka funksionuar sipas udhëzimeve të USB Odirit deri më sot? Ajo ishte nga vërtetët kryesore, unë mendoj që është një vërtetje me vende Shqipëria duhet një orë më përpara klasa politike të ndërtojë një ligj zgjedhor të gjithë pranuar. Për sa kohë ne do kemi zgjedhje në Shqipëri dhe njëra palë do t'i kontestojë ato zgjedhje, atëherë ne do kemi një mungesë të stabilitetit politik, e cila do të shndërrohet në çështje të tjera të destabilitetit të vendin tonë. Unë mendoj që nuk janë respektuar saç duhet kërkesat, sugjerimet dhe rekomandimet ndër vite të OSB Odirit për zgjedhjen. Ndaj është momenti dhe komuniteti ndërkombëtar po investon jashtëzakonisht shumë që ligji që të fillojë punën komisionet parlamentare me gjithë përfshirje, që të kemi një ligj të mirë zgjedhor, ta kemi gati për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Parlamenti Evropian ka vënë theksin edhe te korrupsioni, i cili sipas tij vazhdon të përbëjë një problem serioz për Shqipërinë. E ndjejmë të gjithë. Realisht ai ka vendosur theksin te korrupsioni, por para se ta vendosin ato do ta vendosim ne qytetarët shqiptarë, ne e ndjejmë. Para se të flasin institucionet ndërkombëtare, këtë theks apo masat për të luftuar korrupsionin tek politikës shqiptare, qeverisë shqiptare, institucioneve shqiptare, agjensive shqiptare. Jemi të gjithë koshient, sepse jetojmë këtu, shikojmë që nivelet e korrupsionit, qoftë horizontalisht, qoftë vertikalisht, janë shumë të thelluara. Këto krijojnë një klimë mos besimi, prishin tregun, prishin marrëdhëniet e punës, marrëdhëniet e biznesit. Pra është një gangren që Shqipëria po e vuan dhe me të drejtë rezoluta e përmend luftën ndaj korrupsionit. Një nga pikat problematike që evidentoi Parlamenti Evropian për Shqipërinë është edhe nevoja për të rrënjosur kultivimin dhe prodhimin e lëndëve narkotike. Tashmë unë besoj të ne jemi larguar diçka nga kjo lufta kundër kanabizimit në fakt, edhe pse ka akoma shumë për të bërë. Por ajo që mua më shqetëson tashmë është jo vetëm thjesht kultivimi, por në anën tjetër ne duhet institucionet ligjzbatuese, ligjvënëse dhe gjithë shoqëria shqiptare në fakt me të gjithë format e ndërgjegjësimit, edukimit dhe masat shtrënguese duhet të përqendrohet edhe tek lufta për të parandaluar drogën e llojeve të tjera. Ky është mbetet një shqetësim shumë i madh kryesisht për moshat e reja, por jo vetëm. Në fakt edhe një tjetër problem që ka ngritur Parlamenti Evropian është edhe respektimi i drejtave të njeriut dhe kryesisht të minoriteteve në Shqipëri. Shiko, unë i përkas faktit që kultura politike, sjellje administrative, sjelljet ligjore në Shqipëri, për mendimin tim nuk kanë dallime të etnisë. Unë mendoj që klasa politike, aktet administrative, institucionet ligjvënëse, ligjzbatuese e trajtojnë me ato kulturë të dobët që kanë, me ato sjellje as pak të mirë dhe evropiane, i trajtojnë qoftë të qytetarët të shqiptarë, qoftë dhe ato minoritarë. Nuk kam ndonjë informacion apo bindje që them politika shqiptare, qeveria shqiptare i diskriminon apo i trajton ndryshe etnitë e tjera. Unë mendoj që Shqipëria po i respekton mirë në këtë drejtim, edhe pse kemi raste që përflitemi shumë, kemi raste që artificialisht kanë prodhuar lajme, siç është rasti i Himarës dhe kryetarit të saj, por në përgjithësi nuk mendoj se ka diskriminim.
A e ka të lehtë Shqipëria për të realizuar udhëzimet që ka dhënë rezoluta e Bashkimit Evropian në funksion të anëtarësimit më të shpejtë të Shqipërisë në BE? Shiko, përfshirja dhe futja e Shqipërisë apo anëtarësimin në BE, jo vetëm i Shqipërisë, por i cili do vende është një sfidë e madhe. Është një rrugë e gjatë, është një rrugë e vështirë, por jo e pamundur. Por problemi shqiptar në fakt, problemi jon apo edhe i tërë Ballkanit lidhet në mënyrën se si ne kërkojmë t'i qasemi Evropës. Evropës dhe familjes evropiane nuk mund t'i qasemi, nuk mund t'i ofrojmë propagandë duke thënë që kemi bërë reforma të mira kur reformat nuk funksionojnë. Kemi reformuar administratën publike kur shërbimi civil nuk funksionon, njerëz largohen nga puna. Duke thënë që ne kemi sisteme të mira të reformave të ndryshme, por në fakt ato nuk japin rezultate. Pra duhet të them që realisht për çdo reformë që Shqipëria duhet të bëjë, nëse ato nuk i bën realisht në shërbim të qytetarëve të saj, të përmirësojë jetën e qytetarëve të saj dhe të respektoj të gjithë kriteret e Bashkimit Evropian, mendoj që do ta ketë shumë të vështirë. Integrimi nuk është fjalë goje, integrimi është një sfidë, integrimi është një punë e madhe, integrimi kërkon të ndryshojmë të gjithë, edhe qytetarët dhe klasa politike, të ndryshojmë mënyrën, mentalitetin, kulturën, ndërgjegjen tonë se si ne duhet bëhemi qytetarë evropianë, me propagandë dhe pa ofruar standarde shërbimesh në të gjithë dimensionet e shërbimeve që kërkojnë për qytetarët është shumë e vështirë. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit juve.